3 ditë tym dhe kancer në mushkëritë e qytetarëve të Fushkrujës. Aty ku po vazhdojnë flakët e zjarrit. Ka kalu 3 ditë dhe jemi akoma me tym dhe flakë. Pra ajo që bën më shumë përshtypje është që këtu vazhdo të jetë pra plera. Këto janë plera të reja. Janë djeg tjerat dhe këto janë plera që kanë qenë jetën vazhdimisht këtu në kodër dollage. Pra nuk do zgjidhet ndonjëherë për ky problem. Thjesht janë djeg plerat ndoshta edhe me dashe që të pastrohet vendi dhe të vinë këtu plera të reja pas denoncimeve që kemi bërë. Shiko, këto janë gjitha plera që ne vjedhë sot. Tymi vazhdon. Pa u fik akoma zjarri, kemi plera tjera që po hidhen ndërkohë. Ja shikojmë. Janë plera që jedh bashkia. Shiko, si jetë tonë. Dhe këtu do bëhet i mal tjetër me plera. Pra shikojmë, janë erëse, janë arka, tot divaneve, kemi mbetje organike, plera tjera, fas, truj dhe lloj gjëra. Ajo është Kruja, tu kemi Albanopolisin, pra kjo është katastrofa mjedisore. 3 ditë tym dhe kancer në mushkëritë e qytetarëve të Fushkrujës, të Halilit, Krujës dhe të gjithë erat nga dëshifrim Mamuras, Tiranë, Durrës e Fytë. Është padurueshme. Pyetja është se kur do t'i vetë flaka plerave të reja. Vetëm këtë po presin qytetarët e Fushkrujës. Janë mësu tani me tym dhe kancer në mushkëritë e tyre. Shikoni, këto janë plera të reja në kodër dollake në Halil, Fushkruj.